Mirëmëngjesi shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Televizionin e Kosovës. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glau Konjufca, sot pret në takim udhëheqësit e partive politike. Siç është njoftuar nga Kuvendi, ky takim është caktuar një javë më parë dhe mbahet para seancës konstituive e ku në rend të ditës ka vetëm një pikë: përgatitjet për seancën konstituive të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Kjo seancë do të mbahet më 15 prill, datë të cilën e ka vendosur presidentja Vjosa Osmani dhe po në këtë ditë pritet që të zgjidhet edhe qeveria e re. Ndërkohë, një javë para seancës konstituive të Kuvendit të ri, kryetari i Vetvendosjes Albin Kurti ja ka dërguar një letër kryetarit të LDK-s Lumir Abdigjikut për një takim konsultues. Ftesa vjen në përpjekje për të siguruar mbështetjen e nevojshme për formimin e qeverisë. Nga LDK nuk janë deklaruar nëse do t'i përgjigjen ftesës, ndërkaq në Partinë Demokratike të Kosovës, por as në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës nuk kanë kthyer përgjigje në pyetjet e RTK-s nëse në adresë të tyre kanë shkuar ftesa nga vetvendosje. Delegacionet e Kosovës dhe Serbisë gjatë muajit prill pritet të takohen në Bruksel në kuadër të Komisionit të Përbashkët për të Pagjeturit. Kështu ka bërë të ditur për RTK-n kryesuesi i Komisionit Qeveritar për Personat e Zhdukur Andin Hoti. Në bazë të termave të referencës, Komisionet e Përbashkëta për të Pagjeturit do të duhej të takoheshin një herë në muaj brenda 6 mujorit të parë. Bashkimi Evropian gjatë këtij muaji më në fund pritet t'i ul ball për ball delegacionet e Kosovës dhe të Serbisë për të diskutuar rreth fatit të personave të pagjetur nga lufta e fundit në vend. Ndonse termat e referencës e Komisionit të Përbashkët për të pagjeturit thonë qartë se përfaqësuesit e dyja palëve duhet të takohen një herë në muaj. Në 6 mujorin e parë, një gjë e tillë nuk ka ndodhur për 4 muaj. RTK ka kërkuar për këtë informacione nga Bashkimi Evropian, por që të njëjtit nuk janë përgjigjur. Megjithatë, nga Komisioni Qeveritar për Personat e Zhdukur deklarojnë se shumë shpejt pritet të mbahet takimi i parë në Bruksel. Andin Hoti thotë se për këtë çështje kanë zhvilluar komunikim më të shpeshtë me emisarin e BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Sorensen. Në atë komunikim është diskutuar që të mbahet shumë shpejt takimi i radhës dhe unë besoj që kjo shumë shpejt, unë nuk mund të flas për data sepse është Bashkimi Evropian për kompetent për organizimin të këtij takimi, por besoj që nuk do të shkojë më shumë se sa 10 ditë deri në mbajtjen e takimit të radhës të Komisionit Përbashkët të thirrur nga zoti Sorensen. Hoti thotë se në këtë takim do të kërkojnë qasje për gërmime në lokasione të dyshuara për varreza masive në Serbi. Për momentin e ka bllokuar komplet, domethënë nuk ka ndonjë qasje në territorin e Serbisë për gërmim ose për informacion mbi këto varreza masive. Prandaj edhe po shpresojmë që në takimin e Komisionit Përbashkët të gjejmë një zgjidhje edhe në këtë raport. Në këtë pikë nga Këshilli Koordinues për të zhdukurit dhe krimet e luftës, thonë se i tërë presioni i BE-s duhet të jetë mbi Serbinë. Po dën Bashkia Ndërkombëtare dhe të dën Bashkimi Evropian shumë shpejt i zgjidhen këtë problem, se çdo vend në Serbi ne e dimi se ku janë varrezat masive, pavarësisht që Serbia i di më mirë se na. Para një muaji, qeveria e Kosovës i ka dërguar një letër përfaqësueses së lartë për punë të jashtme dhe politikë të BE-s Kaja Kallas, që të marrë hapa konkret që e detyrojnë Serbinë që t'i hap arkivat shtetërore. Ndrojmë temë të informacionit. Më 11 prill nga ora 12 është paralajmëruar mbajtja e një proteste të dytë kundër rritjes së çmimit të energjisë elektrike. Njoftimi është dhënë në grupin Asnjë cent më shumë, ku sikurse herën e kaluar pritet që të marshohet në kryeqytet kundër vendimit të zyrës së rregullatorit të energjisë. Në njoftim për protest shkruan se ky është një moment shumë i rëndësishëm dhe se zëri i qytetarëve duhet të dëgjohet. Një tjetër punëtor humbi jetën fundjavën e kaluar në vendin e tij të punës, duke e quar në 8 numrin e viktimave për 4 muajt e parë të vitit 2025.
një rritje shqetësuese krahasuar me vitin paraprak. Këto shifra po shihen si shqetësuese kur krahasohen me ato të vitit paraprak, ku gjatë gjithë vitit ishin gjithsej 7 viktima në vendin e punës, sipas raportit vjetor të Inspektoratit të Punës. Nga sindikata e pavarur e sektorit privat thonë se veprimet e institucioneve nuk kanë arritur të ndikojnë në uljen e këtyre rasteve me fatalitet. Të nderuar shikues, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion të lajmeve. Ju falenderit për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim në edicionin e orës 11.